janë të mbyllura për ne. Mu po m'vjen mirë që janë hapur juve. Po kuvendi nuk është thjesht objekt, nuk është ndërtesë me tuna, është institucion. Unë kam qenë këtë ulse e ullur ditën kur është pall pavarësia e Kosovës. Është donë gjatë, është donë mund, djerë, sakrificë që Kosova me pas institucione, me pas institucione. Nuk guxoj me usil sikur se Natyrisht ju e dini më mirë se si kanë rrjedhur gjërat, me aq sa diun një para që merr fjalën dhe më pas natyrisht pati edhe sekuenca të tilla. A e ke imagjinuar Vlorë një moment të tillë në përvojën tënde politike brenda dhe jashtë kuvendit kjo që ndodhi sot? Po çfarë po ndodh jo vetëm ditëve të fundit, po çfarë po ndodh në 2 vitet e fundit nuk po na e sfidon thjesht vetëm arsyen, logjikën, ligjin, kushtetutën, po na e sfidon edhe imagjinatën. Është përtej imagjinatës. Çfarë është duke ndodhur në Kosovë në 2 vitet e fundit dhe kjo çfarë është duke ndodhur tani është vetëm sekuenca e fundit e një sage të nisur 2 vite më parë nga lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti, të cilët me çdo kusht kërkojnë nënshtrim total. Jo vetëm të opozitës në kuvendin e Republikës së Kosovës, por kërkojnë nënshtrim të shoqërisë. Veprimet që i ndërmarrin në kuvend dhe në raport me konstituimin e kuvendit janë vetëm një segment i platformës politike që ata përfaqësojnë. Sinqerisht, thash edhe para se të fillonte emisioni, kjo nuk është diçka që ne e dëshirojmë, po është bë domosdoshmëri. Të rezistosh sot është domosdoshmëri. Edhe unë do doja që qytetari i Kosovës ta kuptoj qartë, ne sot nuk kemi bo aksion politik në kuvendin e Republikës Kosovës, nuk ka qenë kjo një performancë. Na kemi shku aty se na kërkon ligji edhe kushtetuta. Po të mos ishim argëmtarë, do të lejohesh të hynin në sallë? Jo, ne kemi pas një seancë, kemi qenë në kuvend edhe para 48 orësh, dera ka qenë mbyllur. Dera ka qenë mbyllur, ka qenë deputeti Hoxhaj dhe deputeti Gruda që kanë provuar të hapin derën, kanë qenë edhe disa deputat tjerë nga subjekte tjera politike, dera ka qenë mbyllur. Kur jemi tek dera mbyllur, ka pasur një paralele që është ngritur gjithandej në rrjetet sociale, do e transmetojmë tani dhe më pas dua të qëndrimin tuaj nëse kjo paralele ekziston apo jo. E shohim bashkë momentin. Do të presim. Kjo s'ka ndodhë me sigur në historinë botërore si do të ndodhë. Delegatët jote që kanë gjetë derën mbyllën këto të kuvendit, por edhe anën tjetër Këshilli Ekzekutiv na ka ndaluar rrethsisht të hyjmë. Një grup delegatëve na ka marrë edhe milicia, na ka bërë pyetje, na kanë këshilluar të shpërndajmë të shkojmë se sot s'ka mbledhje. Kosovës është i suspenduar. Unë jam deputete e zgjedhur, gjithë këta janë deputetë zgjedhur, këto dyr janë të mbyllura për ne. Mu po m'vjen mirë që janë hapur juve. Po kuvendi nuk është thjesht objekt, nuk është ndërtesë me tuna, është institucion. Unë kam qenë këtë ulse e ullur, ditën... A qëndron kjo paralele? Po nuk ka asnjë paralele që është kështu si me thonë analogji e plot, po e vërteta e pa kontestueshme është që sot kemi përpjekje serioze edhe po kam nevojë me e sqaru. Nuk bëhet thjesht fjallë të për venin tim të punës, se jam unë deputete, as jam bashkë heq rëndësisko. Sot jam unë, nesër nuk jam, është dikush tjetër fare rëndësisko. Këto po bëhet suspendimi i demokracisë dhe institucioni më i rëndësishëm, ku ne jemi të zgjedhur për diskutu për hallet e qytetarëve, jo për hallet tona, për hallet e qytetarëve, për sfidat e pafundme që ata i kanë çdo ditë, është i mbyllur. Është i mbyllur dhe sot shteti, në shtetin tonë, demokracia është suspenduar dhe për çdo gjë vendos një njeri edhe një parti. E kjo është sinjal jashtëzakonisht i rrezikshëm edhe ne nuk do të ndalemi. Jo për ta mbrojtur karrikën tonë, po për ta mbrojtur shtetin nuk do të ndalemi, do të ketë protesta në rrugë? Do ta shihni ditëve në vijim, ne do të kemi aktivitete të shumta edhe nesër,
edhe brenda kuvendit, edhe jashtë kuvendit të Republikës Kosovës, po e ripërsëris atë që ja thash edhe zonjës Haxhiu, nuk është kuvendi muze, nuk është kuvendi një ndërtesë me tulla e me beton, ajo është institucion dhe për shumë prej nesh, nuk është thjesht vend pune, unë kam lidhje emocionale me atë vend. E kemi shpall pavarësinë aty, e kemi miratu kushtetutën, e kemi miratu ushtrin, edhe me po të degradum në këtë formë. Po këtë degradim, dorën zemër, kanis, kogjamote, po tash kam bri kulmi. Edhe është situatë të cilën jo vetëm ne, po më përbesoj shoqëria nuk duhet me toleru. Kur të kishim telefon dje, pati shumë pyetje nga studio, po e nisë në fakt nga vullneti për pyetjen e parë mbase. Po, se mbram, u kriju përshtypja si kurse veç kanë me shku me ullat të dhe me prit vetë vendosjen deri kur ata janë njësë seancës. Kjo konfrontim as pare të përdu me analizu që të konfrontimin, që është shumë përkeqar dhe me parë në kuvend të Kosovës, një që si loj konfrontimi, sidomos për njerëzve së për deputetve që ka dy ma shumë vjetë që asë një punë nuk e kam ba. Dhe me thënë, edhe me parë në një gjendit të tjilë të paaft me komuniku politikisht, me arë një si dërejgje ku shtyjen me zveti, kërkohen me zveti, gjuhen ujnë me zveti. Dhe me thënë është mas mirë të pasqyrën gjendin aktuale, edhe pse këtë kuvend mas pari ka nevojë me ndryshu rënjësisht. Dhe fillimisht të konstituohet, si që po kërkon PTK-ja në këtë rast. Po, është shumë e vërtet. Po, unë kësha lidhë me hapat e Salmes, se mu përmdo këtë që kjo nevoja për me konfrontu ose për me kriju një situatë tensioni, në politikë funksionan, se e të regan se qëfar gjendje është për një me politikë, po për posi sajna, qysh ka me kanë rruga që? Na asë nuk e kemi, ne kemi shku në kuvend, jo me kërku konfrontim, ne kemi shku në kuvend me kërku konstituim, let vjen zotëria, dhe dëgjo, konstituimi i kuvendit nuk është çështje dëshire, as mundësi politike, është detyrim politik që ne e kemi, let vjen as avni dehore nesër, let nafton, ne kemi me shku, me votu, me solemnitet, edhe me u mundu me këthy Republikën në binar kushtetus. Po, a nuk është kjo kuvend tashmë i shpërndam e ju kushtetus a përcilësoni kështë? Shkelje kustetuse ka akt vendim të gjykatës kushtetuese, i cili është i qartë si lote dhe në të cilin e zezë në të bardhë thuhet që kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh. Mirë po, nuk ka parapar, le të themi sankcione, se edhe kjo situatë është për te imaginatës, në rast të mos konstituimit. Mirë po, në gjdo rrethon, për të shpërndar, duhet të konstituohet. Edhe në mënyrë të palitshme, edhe në mënyrë jo kushtetuese. Duhet të konstituohet fillimisht. Shkelja tash më ka ndodhur dhe gjdo ditë që vonohet, shkelja veç shkan e bëhet më e rëndë. Gjdo ditë që vonohet, shkelja bëhet më e rëndë. Ose normalizohet. Ne nuk do të lejojmë që shkelja të normalizohet, po besoj që, dëgjo, ne në grupin parlamentar, kemi njerë që kanë mujtë shumë letë sot mësë me qenë fare. Burra e gra që kanë luftu për liri e për pavarësi. E që vjen puna që në kuvendin e Republikës Kosovës të detyrohen sërish, të bëjnë përpjekje për konstituim të institucionit, është për te imaginatës, për ju them, kjo është beteje imaginatave këtu, na nuk e kemi krizën kushtetuse se kushtetuta qartë për të kalzën, kjo është anarki, Ne i bëjmë thirrje edhe njëherë, Albin Kurtit, eja në kuvend, ta konstituojmë kuvendit, shumicën e ka. Ja kujtoj legislaturën e kaluar, ata nuk kanë pas shumicë parlamentare, nuk e kanë pas shumicën në kuvendin e Republikës Kosovës, po gjdo 28 orë kanë ardhë, edhe ne ju kemi thonë qartë. Po veças se kanë shumicën, nuk e kanë. E kanë për ta bërë kuvendin. Jo, nuk e kanë. Se nuk e kanë? Jo, nuk i kanë. Sa deputet i kanë, sa i kanë të vetë vendosit. Po thonë që e kanë me partner. Me po thonë, na kena mbri këto. Vishën se mundem veç pak me përshku gjendjen. Por tradicionalisht minoritetet kanë shkuar me grupe më të madhe. Na qka e dim, është që vetë vendosja i ka
53, apo jo? 53. 53 nuk është shumicë parlamentare. E mendova me partnerët. Në rregull, veç mu po më duket që skenës politike pi mungon një farë preciziteti, mi quj gjanat qysh janë. Por heta ndëgjom, të drejtën për ta bërë kryetaren në kuvendit e ka grupi më i madh parlamentar. A i ka gjithë një si ka? Po ta këshin base mund t'i bindin për ta bërë dhe me... Atë drejt e kanë, se e kanë numrin më të madh të deputetëve. Si ta ka përcejmë këto? Qashtu, e tash kështu. Gjendja aktuale, unë që shesha, në cen jemi na, edhe teoretician që merren me situata atilla, kjo është gjendje e jashtëzakonshme. E pa shpallur, se na me kushtetut e dim që ka gjendje jashtëzakonshme, kur shpallet, na aktualisht jemi në gjendje të jashtëzakonshme, kur suprimohet kushtetuta, suprimohen ligjet, suprimohen rregulloret. Gjendje lufte është kjo. Tash, me terminologji tjetër, state of exception quhet. State of exception, institucionet funksionojnë ndryshe, qysh jemi tu i pa na. Edhe na e vrem, institucionet po funksionojnë ndryshe, nuk e dim as qysh po funksionojnë, se s'ka kontroll parlamentar. Do të thonë nuk kemi republikë parlamentare aktualisht, ndërsa pushteti po tenton me normalizu. Do të thonë gjendjen e jashtëzakonshme po tenton me normalizu. Ose normalizohet dhe si normalizohet? A ka një moment që normalizohet kjo? Kështu normalizohet. Për shembull, i ki njerëz të pushtetit që thonë krejt është e zakonshme, apo edhe tentojnë me shpërnda tregime që kjo është një konflikt të zakonshëm, nuk është kur gjë që është ndodh. Pushteti thot, për shembull Glau Konjufca thot, nuk ka kur gjë e jashtëzakonshme. Udhëheci seancës thot, shkelje protokolare, po procedurale, shkelja rregullorës, shkelje procedurale, kushtetuta është shkel, afati kushtetues është shkel. Dhe çfarë duhet të bëhet? Dhe qytetarët, partitë politike nuk po e dinë çka me bë. Se ndigjova dhe përparim Grudën shkurt në një insert intervista, po çka me bë. Tregimi më i madh në botë është çka me bë gjithë. Lenini e ka një shtodellat, çka me bë. Krejt pe dim çka të ndodh, çka me bë tash. Po më duket që alas pe dim krejt çka është të ndodh. Jo, se s'kemi qenë këtë situatë më herë. Jo, s'pe dim, se leximi po mungon. Për shembull, në gjendje të jashtëzakonshme, policia funksionon ndryshe. Qysh ka funksionu policia kur ka shku me një kompani me rënu shtëpi në veri, pa procedurë gjyqësore, pa vendim gjyqësor, gjendje jashtëzakonshme. Kuptoni? Se policia e Kosovës, nëse thirrët në një aksion, pa pas ftesë për prokurorisë, për gjyqësorit, që shkon policia? Po, sepse duhet zbatuar një vendim gjykatës. Po, se ndryshe nuk shkon. Dhe me thonë, jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Çka duhet me bë tash? Partitë politike kanë boll kapacitet, veç le të lexojnë qartë. S'ka nevojë mi thonë anarki, s'ka nevojë mi thonë është gjendje jashtëzakonshme. Qysh veprojnë gjendje jashtëzakonshme? Populli duhet me jashtëzakonshme. Po, jo, rrethonat e jashtëzakonshme, veprimet duhet me qenë të jashtëzakonshme. Po, të jashtëzakonshme ishin edhe këto të sotmet. E tash, po duket, thuti partitë politike në leximin tem, po tentojnë mi tregu qytetarëve, mos me përdor termin popullit, që gjendje jashtëzakonshme, po le t'ja thojnë fillimisht. Pamjet e sotshme s'kanë qenë të jashtëzakonshme? Të jashtëzakonshme, jo shumë të jashtëzakonshme, domethënë kemi pana tentime të tilla të përballjeve, mirë, po asnjëherë nuk kemi qenë jashtë kushtetutës. Prej mas luftës, njëherë kemi pas kornizë kushtetuese, nëse ju kujtohet, unë miku, çdo herë kemi pas një kornizë ligjore, me cilën është administruar shteti, vendi. Aktualisht na jemi jashtë. Si me qenë që ky rrethi ku jemi, na jemi të lujt dikun tjetër. Se e vrem, pushteti nuk është u ngut, domethënë nuk pi bëhet vonë, po ka probleme më të mëdha. Më kujtohet për shembull 2014-ën, rastisht kemi qenë në një studio mas zgjedhjeve të 2014-ës, nëse s'gaboj. Po kjo ideja që dikush në shtet mundet me bëjë gjithçka dhe është mbi ligjin, nuk është vicekurthit. Domethënë se ky hapësira është të shfrytzuar. E kanë pasur të tjerët? Po ka pasur të tjerë që kanë qenë mbi ligjin. A ka pasur të tjerë për të këja këto? Asnjëherë askush. Më fal të lutem, jo, asnjëherë askush. Që nga viti 1999 nuk ka ndodhur asnjëherë kjo çfarë po e shohim sot. Jo, s'ka ndodhur. Asnjëherë. Në mënyrë sistematike, të strukturuar, të programuar, se ti njerëz që operojnë jashtë ligjit mundesh me pas gjë. Prej fillimit. Po jo ide, jo ideologji, jo një strukturë tonë politike, edhe dorën zemër ata janë ndjekës, janë vartës. Unë ndjej edhe keqardhje për deputetët e lëvizjes vetëvendosje.
nuk kanë guxim qytetare politik me artikulu asnjë mendim autonom. Po nuk është gjendja e mirë as në grupet tjera parlamentare. Jo, nuk është ashtu. Të na ki diversitet mendimesh. Remi ka kërkuar koalicion PDK-VV. Këto, po e them këto me dhimbje, nuk jemi mo në pozit me fol pesha këtë titull këto. Po, edhe më duhet një koment edhe nga ty, pra sikur normalizohet dhe Abrashi thot Vjora Qitaku mund të bëhet kryetare kuvendit. Po nuk është çështja emni përveçëm i kryetarit kuvendit. A përshë këta po lypin pazar. Këta zbatimin e kushtetutës, obligimeve ligjore, po e kushtëzojnë me pazar politik. Dëgjo, ti munës me pas marrëveshje politike, munës mos me pas marrëveshje politike. Kërejtë normale në demokraci. Po mos me zbatu kushtetutën, nuk është normale. Pra kjo është shantazh politik në kuptimin që pa pranuar ju të hyni në një marrëveshje, do të ketë as konstruim? Shantazh është fjallë e butë. Shantazh është fjallë e butë. Kjo është përmbysje e rendit, kushtetues për më tepër është suspendim i demokracisë dhe i vullnetit qytetarëve të Kosovës, edhe imagjinojeni, tash e 2 vjet, Albin Kurti administran qeverisë me buxhetin, me toksat e secilit prej nesh, pa pas mundësi mi kërku llogari askush në kuvendin e Republikës së Kosovës, tërësisht duke shpërfil çdo rregull, çdo ligj, çdo normë. Kemi si me thonë, problemet pa fundme, nuk po flasë këtu... Pse mundet me bo, këtë thamë, pse po mundet me bo? Njerës kam po dhe gjona matë historia e njerëzimit, apo kuptan? Po ne do të kemi reagim, edhe ne nuk do të ndalemi, unë po ju siguroj që nuk do të ndalemi dhe nuk do të lejojmë Albin Kurtin që të rënoj Republikën. Ai votat i ka fitu me aktivizëm politik. Po, edhe prej fillimit ju ka të regu që nuk i përqen kjo kushtetut, ka qenë kondër kushtetut, asistorit, planit, që gjithë shka, dhe me thënë, Zoti Kurti nuk ka ardhë me këtë ide, me këtë plan, tashti. Zoti Kurti këtë ka ndërtu këtë histori, të qenë kondër këtyne projekte. Jo, vetëm një tashti. Jo, më falë se duna me të ndërhy. Ai ka thonë, unë jam kundër kushtetutës, sepse nuk e lejon bashkimin kombëtar, apo? Gjë për të në ka i qërë A e ka propozu ndonjëherë në kuvend ndryshimin e kushtetutës? As edhe njëherë. Sot Albin Kurti i ka atësaru raportet skajshmërisht edhe me Republikën e Shqipnisë, edhe me tonë shqiptarët në rajon. I ka përqar shqiptarët në Malzi, i ka përqar shqiptarët në Macedoninë e Veriut, i ka përqar shqiptarët në Ju kështu përbëni Zotin Kurti politikanin në mandikim në rajon. Nuk i ka pengu Albin Kurtit kushtetuta, s'po ku në diskursin e ti. Oke, a mund të kumtoj një lajmë të fundit, lutem, sepse në fakt tashmë është zyrtare, edhe pse pati veprimet e prokurorisë, tashmë është arrestuar Skënder Lugiqi, që ka bërë thirrje sot në sallën e kuvendit për pushkatimin e Ramush Haradinajt. Sa për ta bërë këtë... Kjo është njëri prej mërgjimtarve që ka marrë pjesë sot në vizitën që ka qenë për shkak të dyrëve të hapura për bashkëdhëtarët. Nuk di nëse jeton jashtë vendit apo brenda, për shkak që nuk është që ka pas ndonjë verifikim nëse janë bashkëdhëtarë ose jo, por jo është dedikuar si... Por ka qenë njëri prej kryesorëve që ka debatuar me Mërgjim Lushtokun e Partisë Demokratike fillimisht. Ky ka quajtur tradhtar edhe Lushtokun, por ka folur më shumë për ushtrinë çlirimtare, për betimin që ka dhënë, duke lënë të nënkuptohet se ka qenë pjesë e UÇK-s, por që nuk është se është e konfirmuar kjo pjesë. Në një moment... Për vete ka thënë se ka qenë? Ky thotë se betimin që kemi bërë ne si ushtarë të UÇK-s. Madje në një moment thotë se është i vetmi veteran i ushtrisë çlirimtare të Kosovës që është duke ruajtur betimin që kemi dhënë është Albin Kurti. Pas ka biografi, kështu.
Albin Kurti. Ky thotë se është Albin Kurti, e kemi edhe në kronik nëse veç doam të dëgjojmë. E nxjerrim pas pak se Artiana e bën gati. Është edhe kjo pjesë, është edhe pjesa ku bën thirrje për pushkatimin e Ramush Haradinajt, e lidhet edhe me dënimin që mund të marrin edhe serbët, por është krejt në këtë vorbullën e debatit që është nisur fillimisht me zotrin Lështaku, më pas ka eskaluar edhe mes vete, mes mërgjimtarëve. Marr parasysh që të njëjtit kanë qenë me bindje të ndryshme, ka pas mërgjimtar që kanë përkrahur PDK-n, mërgjimtar të tjerë që kanë përkrahur vetëvendosjen, e që më pas përfundua në përplasje me njëri tjetrin për shkak të deklaratave që ishin. Nga ky është edhe një tjetër që ka qenë sot po ashtu me deklarata shumë përqarëse, shumë të forta, kështu drejtuar. A ka pasur një moment që drejtat që mund të eskalonte situata fizikisht, dhe natyrisht cila është pyetja jote për Florën? Se mund të eskaloj fizikisht, gjasat kanë qenë... Eskalu fizikisht. Por për bajtën, ka pasur shtyrje, por në kuptimin që për faktin që dhe s'janë konfirmuar dhe identifikuar njerëzit që kanë hyrë? Pas gas lëtësjes. Në fakt, përplasjet fizike kanë qenë më shumë sa nuk ka pasur bashkëdhetar. Kanë qenë në mes dhe deputetëve në periudhën që ende nuk lejoheshin të hynin bashkëdhetaret. Kështu që ka qenë gjatë debateve, fillimisht që pati Zënjana Gavci me Albana Bytyqin e Aleancës, e më pas edhe Zotri Lështaku me Adnan Rustemin e vetëvendosjes. Kështu që në këtë pjesën e prekjeve fizike, shtyrjeve fizike nuk kanë qenë të përfshirë edhe bashkëdhetaret. Kjo ka qenë më shumë në një konflikt verbal, nisur edhe nga njëri që ka qenë edhe në fakt kandidat për deputet, kandidat i pavarur, që nxori letrën që Albin Kurti duhet shkojë në burg, dhe më pasaj ndiqej nga të tjerë mërgjimtar për t'ja marrë letrën, Më falë, ndiqej nga sigurimi i kuvendit, se aty kanë qenë. Nga mërgjimtarët, e letra jo është marrë nga sigurimi i kuvendit, dhe është sugjeruar që të largohet nga kuvendi, e më pas nga deputeti Mustafa është marrë në mbrojtje, nëse më ta quajmë kështu në besë, kemi quajtur në kronik, që të mos nxirret jashtë, me qenë se sugjeroi që po shpreh mendimin njësoj si pjesa tjetër që po thonte Albin Baba është më i miri, Albin Baba është më i forti, po ka shumë edhe këtë Aty ka qenë edhe kjo pikspari është, si me thonë, mirë që mërgjimtarët tonë vinë, e shohin edhe kuvendin. Unë po besoj që sot kuvendin nuk është ndonjë vend që ja vlen për tu vizitu, po mirë që po vinë. Mirë që dyert e kuvendit janë të hapura, po këto lloj paradash që po i organizon lëvizja vetëvendosje në kuvendin e Republikës së Kosovës janë përpjekje për të simulu normalitet. Gjëja çdo gjë është këtu në rregull, shumë mirë. Madje zonja Haxhiu mundojt më thoshte edhe mua që shumë mirë është, asgjë e jashtëzakonshme s'është ndodhur. Dera e hapur është. Dera është e hapur. Pra, këto janë përpjekje për të simuluar normalitet. Ne nesër, përveç tjerash, sërish do ta përsërisim kërkesën për seancë konstituive, mbetet të shihet a do të reflektoj lëvizja vetëvendosje dhe kryesuesi i saj, kryesuesi i seancës në këtë rast zoti Dehari, po paralelisht me aktivitetet që do t'i kemi në kuvend, do t'kemi edhe aktivitetet tjera. Zënja Lështaku, për sot, morët një paralajmërim, mori në fakt Zotri Lështaku nga Bek Berisha i Aleancës, që të mos reagoj kundrejt disa deputetëve specifik që vinin nga vetëvendosje, sepse sipas tij po vinin të deleguar prej Dejona Mihajlit pikërisht për të nxitur tensione me deputet të caktuar të PDK-s, në këtë rast me Zotri Lështakun. Keni informacion të tillë që kanë qenë të dedikuar për ta bërë nervoz në këtë rast ndonjë deputet nga PDK-ja që ka mundësi më shumë që të kalojnë në një debat më tashmë? Unë nuk mund të operoj në fushën e spekulimeve. Nuk kam asnjë kontakti me Dejona Mihajlin, s'kam pas kur në jetën time, po çfarë është e qartë dhe çfarë u po në kuvend sot është që deputetët e lëvizjes vetëvendosje nuk kishin aty për të qenë pjesë e një seance konstituive, ishin aty për të shkaktuar konflikt. Konflikti jo domosdoshmërisht është fizik, ai mund të jetë edhe verbal, po e ripërsëris ato nuk janë pamje që ne i dëshirojmë, ne duam të kemi debat në kuvend,
me lëvizjen vetëvendosje për pensionet, për pagat, për sigurimet shëndetësore, po ky lloj debati është tërësisht i Ju e dini që panevojshëm. kjo nuk mund më bë për shkak që na do të më zgjedhni një president. Dhe më thënë, ne mund të me folë për çfarë do betejë politike, por megjithatë neve, Kosovës, partitë politike kanë për obligim me gjetë një presidente. Keni për obligim. Se kanë për obligim. Partitë politike. Duhet kemë vullnet mbi gjitha. Jo, ne e kemi obligim me konstituu kuvendin. Çështja e zgjedhjes së presidentit është çështje e marrëveshjes politike. Konstituimi i kuvendit nuk është, ajo është obligim, është detyrim. Ta konstituojmë kuvendin, nëse don Albin Kurti me pas marrëveshje politike, ai ka dyert e hapura, 98 deputet tjerë përveç PDK-s janë në kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka grupe parlamentare, nuk jam këtu me folë në emër tyre, po flas çfarë kanë deklaruar publikisht, që kanë qitë, kanë vënë, si me thonë, kushte e kërkesë. PDK-ja që pëtë më bëbë, vish pëtë më nejtë opozit edhe me këshyra. E kanë thënë qarta zi. Jo, qysh me këshyra. Po më nejtë, së pëtë një me do anës, së pëtë në me hinë demokracinë pa opozit. A imaginuan demokracinë pa opozit. Ska demokracinë pa opozit. Ne është të qartë. Dua Azreni ta dëgjoj vetëm përpara se dalte Azreni, a keni pasur një ftesë sot nga Kurti për takim, si Parti Demokratike e Kosovës? U konsultova edhe njerë me administratën e partisë, se thash mos ka ardhë. Në i ftesë. Deri në këto momente, ndoshta nesër nuk e di, po deri në këto momente nuk kemi pranuar një ftesë të re. Në WhatsApp-in e kryetarit, se kështu po operon së me Kurti. Jo, në WhatsApp-in e kryetarit sot nuk ka pas asnjë mesazh. Azren Shala, sepse e ki kritikuar një kohë shumë gjatë opozitën që s'po bëjnë asgjë, s'ta mbushnin syrin, sot, a kam bërë mjaftueshëm në natyrisht këndvështrimin tënd? Jo, mjaftueshëm sa. Kjo i dashmë konë nisma, fillimi, pse po ngatrohet me subjektin politik. Po kështu, unë mendoj që aksioni i sotëm i PDK-s edhe i AK-s është i domosdoshëm, është i pashmangshëm, përderisa e kemi një politikan autoritar i cili me mënyrë arbitrare nuk e thirr seancën. Ndërkohë që tha Vlora, konstituimi i kuvendit është obligim. Pastaj ato çështja e presidentit të qeverisë është vullnet politik. Po pse e bën Kurti këto? Unë këtu e kam një opinion ndveshur me pyetje. Në gjykimin tim, Kurti nuk e thirr seancën sepse këto tash e ka mjet të ri. Mjet që e shantazhon sipas këndvështrimit të tij opozitën. Mos harroni, një element që është shumë i rëndësishëm e pak o folë sot është mungesa e LDK-s në kuvend sot. Se kam pyetje për Vlorën, po bëja opinioni. Pra, përmes këtij barikadimit, kur në mënyrë arbitrare, duke e shkel një akt gjykim paraprakisht Kushtetutën e Kosovës, Albin Kurti mundohet ose përpiqet paktën me i bën presion opozitës që këta me u step, me u zbraps nga ky pozicion i ty nuk janë sot, mënyrë që me shkute Kurti pa kushte. Pra, kjo tregon që kjo se ka do marrëveshje, kjo ka do në nështrim. Ose i zgjidhim këto çështje qysh du unë, ose shkojmë zgjedhje kur du unë. Këtë rast, PDK-ja dhe AK-ja kanë prish pak matematika në leximin tim. Kjo nisme që ka ndodhur sot është shumë e mirë, për mua është e mirë se ardhur. Uroj me qenë themeli, jo kulmi i përpjekjeve, në asnjë variant, mas të një akteve që po ndodhin, mendoj unë që pikë kuptimi tash tutje nuk ka më me apsin për me diskutuar mes Kurtit edhe PDK-s edhe AK-s. Opozitës ish dashur më kanë edhe LDK-ja në pozicion të juaj, po çështja e tyre besoj e hona thirrën e një dhe flasim me ta. Pra i ka humbur kuptimin e negociatave. Tash tutje betejë politike. Betejë politike Vlorë për mua nuk ne kupton vetëm me reduktuar performancë të foltorës kuvendit. Jo, asnjë. Protesta është mjet demokratik. Unë po shoh shumë eksponent pushtetit e spin doktora që dalin thënë që nuk është e hijshme, këto janë të propagandume, të gatume nga Albin Kurti, mi intimidue, mos binin si intimidime, por mu protesta është monopol, nuk është monopol i veves, është mjet demokratik, kështu që çka do që ju vjen ndorësh, pa dëmtim fizik sigurisht, gjithmonë ajo është e papranueshme, që është në kuadër demokracisë, edhe qoftë me të pricat lezetshme urbane, që është ndodhi sot spërkatja me ujë e Ardian Golës nga Ganimeti Musliu, që unë e përshëndes si akt Ganimetës, duhet mi bon këto. Ideja është këta mi poshtrua. Unë mendoj që thelbi i problemit, pse Albin Kurti i fiton zgjedhjet, është se njerëz besojnë që Albin Kurti të trim. Ndërkohë, akti me vesi, ti me kadriajt, është përfaqin një njeri që ofri kacak. Ai më nuk vjen kuvend. Ose të paktën parë janë 20 bodyguarda. Pra, kur vjen miti Albinit trim, më falni, apo kuptoni një sandveç. Albin Kurti është ngushëllimi i dezerterave të luftës.
i njerëzve që e kanë shmangë luftën në forma ndryshme. Veç Me Albin Kurtin, jo vetëm. me Albin Kurtin, ata e shojnë një ngushëllim, po bëj ka mu kontrim edhe pa u konë luftë. Madje me dalë mbi ata që e kanë bo shtetin. Pra ndaj për mu, sa ma shumë e shpërfaqni, sa ma shumë e fokusoni të Albin Kurti targetin, me poshtërua si politikan, e më kaldo që është tuc i pa vlerë, që aty është ma e mira dhe qëtë suksesit. Azdran, unë me keqardhje e them, me keqardhje të thellët e them, sot se cili deputet dhe përfaqësues i vetëvendosjes që ka qenë në sallën e Kuvendit Kosovës, ka qenë i shoqëruar me më shumë se një bodyguard. Dhe keni kërkuar në fakt që ka pas prej tyre që kanë cënuar edhe integritetin fizik të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ne nuk do të rrim duar kryq as karshi kësaj, do të iniciojmë rastin edhe në inspektoratin e policisë. Nuk është kuvendi për pjesëtarët policisë. Ajo është dhoma e përfaqësuesve të popullit. Edhe prej kuj po frigohen me ardha aty. Jo, a i për demonstron fuqinë e aparatit dhunës që e ka me vetë. A vazhdo e logikën. Nuk ka njës shkelja e kushtetutës sot. Jo. Tu shkelja me vetëdijet pilot e kushtetutës ka njës që është fillim kër e ka marrë Kurti mandatin. Veç këtu kemi të bëjmë me gradacion rritës. Mund kujtohet me tarën qeveri, o ndalë një reform e arsimit që e ka njësat kohë kretari Kamenices Qëndroni, o kon shkelje me vetëdijet pilot e kushtetutës, kur gjos ka ndodhë. Kemi pas çdo vit, çdo muj, një varg shkeljes. Sot kam rrinë te gradacioni më i natë, është kuvendi, është tempulli më i madh i demokracisë. Ndërkohë që ka pasur një interpretim nga zonja Gërvalla sot dhe dua ta marrë koment nga do të thonë që sot më vështirë me Neal, se nuk e keni menaxhuar kur e koni dopt. Sot më vështirë me Neal monstrumin. Megjithatë nuk është e pamundshme. Unë veç uroj mos më zbraps, uroj me e radikalizue edhe tuti opozitën. Kjo performancë e bukur, kjo nuk është performancë, apo më kupton, na kena shku në vendin e punës, në vendin ku na ka mandatu qytetari. Ajo është dhoma, sala, ku ne do të ulemi e të diskutojmë, e të debatojmë, e të pajtohemi, e të mos pajtohemi për ligje, për politika. Po kjo po na pa mundësohet për shkak të qasjes antikushtetuese të Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Duhet ta lirojmë vetëm diçka shumë u përmend me shkatërru. Se s'kish ndodh asja, kur që këtu s'kish ndodh, sikur të kishin ardhur ata, e kishin hapë seancën, e kishin zgjedhur kryesuesin. Ama Vlorë, edhe që ke ideja me bërtit me folë me dikon në mënyrë se të egrë me tregu që s'pje të thërë në seancën, dhe më thonë, është pak performancë. Kështimi se kjo mund është me e bo. Jo, më falë, vullnet se ata me ardhjen e tyre në kuvend, duke mos ardhë si grup parlamentar për ta konstitu kuvendin, ata vinin për ta normalizu situatën, që na po vim, këtu e mbajmë një konferencë për shtet, vim e do mërgjimtar, këtu janë do deputet pak knoqën, kaq. Sepse nesër sa shohën PDK në 7:30 në mëngjesit ka konferencë për media, apo jo? Pra dita nesër nis herët për PDK, zonja Shtako duhet ta lirojmë vetëm pas pak, shpejt lutem. Në leximin e juaj, pse Kurti nuk e themelon kuvendin? Se me themelu kuvendin nuk ka asnjë problem. Do të thonë mundet me themelu kuvendin. Është një problem që nisë rrjedhja e afateve. Jo, hiç pak. Brenda afatit po flas. Se tash jemi jashtë afatit. Nisë rrjedhja disa afateve tjera pas konstituimit. Një sekond, do të thonë, veç me analizu, pse nuk besoj unë ma çështje shantazhi, sepse unë mendoj që kur e ka humbur shumicën parlamentare me 25 shkurt 2025, kur i ka quajtur hajvana, bindja e është që Kurti nuk do në asë njerë më këthy në atë pikë. Njerës që kanë kësi pushteti, dhe që i kontrollojnë gjitha institucionet, kur ja nisin me pa rënjën, dhe me thonë është frikshëm. Ta kryojnë trazira. Jo, është frikshëm. Edhe Kurti mandej 2-3 parë zgjedhje, 7 mundet mi bo, vetëm normalitet nuk kthejet. Dhe e ka thonë, marrëveshje nuk bëj me kërkën, sepse 2021 me LDK-n Sana ka zgjatë, ka thonë me këta as 2 ditë s'muj me bo, dhe me thonë, duni me kuptu, Kurti nuk ka me bo marrëveshje, as me LDK, unë që shesha, dhe me thonë, edhe qka tash,
Se krejt ideja është se na po mendojmë që Kurti në një moment caktuar ka me bë marrëveshje. Pra, pyetja për Vlorën ishte në këndvështrimin e saj, pse se bën kuvendin, që ta lirojmë pas Vlorën dhe kam një pyetje tjetër në fakt sepse po shtohem me këtë pyetje, po i bëjmë triat bashkë. Shka nëse... Jo, ideja është që vetëm, a është qëllimi vetëm me shkatëru Kurtin, sepse me që ta njerëzit nuk po binden që me ndru alternativen udhëhecse. Cilët njerëz? Mu së me intereson Kurti heq, mu me intereson Republika. Qysh me shkatru Kurtin? Mu personalisht Kurti nuk unë ka po kur gjo, po aja është të e shkatru shtetin që është edhe mbra me tha që kene me zhvesh vetëvendosjen. është të e shkatru Cila është alternativa e PDK-s? Ne, dëgjo, unë... Se na përserimi një cikël zgjedhor. Na jemi... Demokracia është do është me qenë alternativa gjitha partive politike. Që kjo është? Pra po e them, ne jemi në kuvend sot dhe do t'jemi gjdo dit dhe do t'a përshkallzojmë aktivitetin tonë dhe aktiviteti ynë nuk do t'kufizohet vetëm në kuvendin e Republikës së Kosovës, jo pse jemi kundër Kurtit, as jena t'u bo poq, të më thënë na e kena kundërshtar Kurtin, po kjo na jemi këtu në mbrojtje të Republikës, në mbrojtje të demokracisë, nuk është çështje fakultative, a s'duhen e me konë kuvend. Aje ka për detyrë me ardhë aty, me konstitu... E keni nxjerrë në fakt edhe një logo për këtë situatë politike, e shohim vetëm pas pak, ka pasur fakt, kjo është letjet mbas komenti i fundit për ju që duhet ta marr. E dëgjova zonën Gërvalla, e cila kishte një interpretim mbi afatet kushtetuese, tha se sipas tyre nuk është shkelur, rrjedhja 30 ditëshit nis nga momenti që është iniciuar konsilimi i kuvendit. Unë tash po dhe a mendoni që do ta çojë vetëvendosja? A mendoni që vetëvendosja do ta çojë? Zonja Gërvalla përveç që nuk po i njeh ka flamujt e diplomacinë as gjuhën shqipe s'e kuptoj ka. Akt vendimi i gjykatës kushtetuese është shumë i qartë. Unë juriste nuk jam, po kush din shqip, kush din shkrim e lexim, e që e lexon akt vendimin e gjykatës kushtetuese, thuhet shumë qartë, kuvendi duhet të konstituohet, jo të filloj, po duhet të konstituohet brenda 30 ditësh pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Shumë e thjeshtë është. Nuk ka këtu, s'ka as hapësirë për spekulim, nuk ka dy kuptimsi. Mendoni që vetëvendosja e çon kushtetuese vet si pyetje? Sepse në pak do të ishte befasi në rast se lëvizja vetëvendosje e dërgon kushtetuese, por unë po e ripërsëris, ne kemi jurist të shumët, kemi konsultuar jurist të shumë brenda dhe jashtë strukturave tona, lëndën e kemi të gatshme, nuk po e përjashtoj që në ndonjë moment nuk mund ta... Shka pëmbon peng? Shka pëmbon peng? Sepse, dëgjo, kemi të bëjmë me një njeri që nuk i përfill vendimet e gjykatës kushtetuese. Lenja ndorë institucioneve tjera që me zbatu ata. E po, e kanë ata. Do duaj. Se vullnet me të kushtetuese. E bëjmë debatin vetëm pas pak. Proteston. Çfarë mendimi ke pas 2015-16? Vetëvendosja ka bo akte banditese në kuvend. Okej, Azren, e vazhdojmë debatin mes jush, ta lirojmë zonjën Qitaku, e falenderojmë shumë që ka qenë sot këtu, pra PDK në ora 7:30 do të ketë konferencë për media, pse ka qerët? Dita fillon herët. E shohim nëse çfarë ndodh, faleminderit shumë edhe një herë. Themi pas një sigle, shohim momentin për cilin foli Qendresa, kur mërgjimtari pra me shumë gjas, pra e videoja 8 sekondëshe e cila flet për këtë moment të personit që është arrestuar sot. Kthehemi pas pak. Se duhet për të nuk milan Radio Qishi, 20 vjetë, Ramush Radina duhet 40 vjetë, 50, 100, do në më përkatës. Mirë, pra, vazhdojmë kështu bashkë transmitimin e drejt për drejt këtu në Jehona Politike. Faleminderit shumë për shikshmërinë tuaj qoftë në YouTube, por edhe pranë ekraneve televizive. Nxorëm bashkë momentin, Qendresa të ke qenë aty, është arrestuar personi, nuk e dim, mbasi tashmë do të bëhet konfirmimi nëse ka qenë bashkë qytetar nga Mërgata apo ka qenë nga këtu. Çfarë tjetër mund të flasim për situatën në kuvend brenda sot?
Sot kjo ishte vetëm një nga momentet që mbase edhe qoj edhe në mbylljen më të hershme të kohës sa mërgjimtarët kishin në dispozicion për të vizituar kuvendin, kjo për shkak që tensionet ishin në vazhdimsi, edhe në mes njëri tjetrit, po edhe mes deputetëve, kishte mërgjimtar që kritikonin deputetet e vetëvendosjes, kishte mërgjimtar që kritikonin të tjerë nga opozita, me këtë rast të BDK-s dhe të Aliancës, për shkak që si që përmendet të LDK-s nuk e patën në rastin për t'ju a thënë qëndrimin në lidhje me ta. Por që situata në kuvend është krejt e mjegullt për momentin se çka mund të ndodhë. Për shkak që asë partitë të tjera në këtë rast e asë vetëvendosja nuk është qenë krejt të qartë se çka po planifikojnë të bëjnë. Ti patë në fakt një pyetje për Vlorën nëse do të hapen dyert. Pra sot janë hapur për shkak se ka qenë hapur kuvendi për mërgjimtarët. Nesër me shumë gjatë s'kan aksion brenda sallës, por pas nesër po. Nesër Kushin banë qelësat. Nesër është pak problematike, në fakt dhe sot e kishim problematike që të hymë për aktivitetin e Partisë Demokratike, për shkak që vetë stafi kuvendit kanë nevojë për një konfirmim që mediat e kanë aprovimin për të shkuar dhe për të përcjellë një ngjarje, por që siç ishte edhe rasti atë natë kur po tentoi të mbajë një seancë apo të thirrë një seancë, dyert të gjetën të mbyllura për shkak që nuk ishte një konfirmim për stafin e kuvendit që t'i hapin ato procesat i mbanë stafi, po pa marrë një konfirmim nuk mund t'a bëj këtë. E mjegullta është që nuk dihet vetëvendosje në këtë rast nuk tregon se çka do të bëj. Thotë se ka 30 ditë ku është e bazuar, nuk është krejt e qartë se çfarë po tenton. Çka tenton të bëj nëse brenda këtyre 30 ditëve që kanë mbetur më pak se kaq, nuk ka marrëveshje me LDK, nuk mirën vesh për presidentin çka bën. Krimi të LDK nesër në ora 14 në fakt do të mblidhen kryesia, supozoj, dhe organet tjera të partisë. Nësa kemi informacion është grupit parlamentar. Vetëm grupi parlamentar do të mblidhet, pra. Po, nëse veç nuk ka ndryshuar diçka, është mbledhje grupit parlamentar, kishim pas një të tillë edhe pak ditë më herët, dita kur edhe u bë dhe i ditur edhe qëndrimi i zonjës Hikmeti Bajrami për çështjen edhe të presidentit, e dita kur edhe dihet se e ka marrë Aminin Lumir Abdigjiku për të diskutuar nëse arrin ta marrë pozitën e presidentit, që është pika problematike. Kështu që nesër nëse zbutet qëndrimi disa deputetëve dhe lejojnë që të bëhet marrëveshje pa president, mbase mund të kemi marrëveshje. Pra nesër do të lidhen për këtë arsye? Që të flasin apo t'ju bashkohen opozitës apo jo? Duhet të jetë tema, natyrisht tema kryesore, nuk kanë diçka më të rëndësishme për diskutu përveç asaj se çfarë duhet të mirën vesh, dihet që takim publik s'ka pas. Më falë, ndresa nesër me Sadiun përfundimisht ka ekzistuar një farë nevoje në LDK për me u vendos se çka do me bë me ofertën e Kurtit. Pra atë nesër do flitet për të. Po, që për mua është pak edhe e pa kuptueshme për shkak që ajo ofertë nuk është që ka ardhur tash ti do të më diskutu përsëri. Po me sa duket, në LDK ka deputetë të cilët kategorikisht refuzojnë të shkojnë në zgjedhje të Mbase dhe nuk është kjo arsye, kjo natyrisht është vetëm ide, sepse e kanë mbledhur edhe grupin parlamentar disa herë përpara ofertës së Kurtit, a do të jetë mbase qëndrimi i tyre se të bashkohen aksioneve të opozitës apo jo, mbetet shihet nesër pas orës 14. Por vetëm nëse shikoni ato mbledhjet e grupit parlamentar të LDK-s gjithmonë kanë ndodhur kur është dashur me bëni aksion ose një vendim në kuvend. Është arsye që ashtu e kam dëgjuar. Po e lexonte. Herën e fundit nga aty ka shkuar Abdigjiku në takim me Kurtin. Kështu që ajo ditë ka qenë. Ja, pra. Ajo ditë ka qenë. Nga takimi ka shkuar drejt takimi i fundit. Ai ka qenë takimi i fundit mes Kurtit edhe Abdigjikut apo? Jo, takimi nuk ka qenë takimi i fundit, ka qenë një takim i parafundit publik. Tash kontekstin tash po besoj që nuk Mirë, natyrisht nesër zyrtarisht e kuptojmë pse është mbledhur LDK-ja. Shohim bashkë Heta me ty dua të komentoj këtë, nëse natyrisht kjo që ndodh tani për tani është substancë dhe materie për prokurorin, në kuptimin e asaj që pas ka pasur raste të kaluara dhe do të citoj vetëm pas pak ato që mi ka thënë Eugen Cakolli, pra ka një rregull që në radhitje është i 60-tit, zbatimi vendimeve, ku thuhet në rast të mosbatimit një vendimi të caktuar ose vonesës nuk e di nëse ke parë, pra në dhënien e informatave të gjykatës për masa. Heta më herët. Po. Dhe pra gjykata mund të nxjerrë akt vendim për mos përmbarim, në të cilin do të theksohet që vendimi nuk është zbatuar. Akt vendimi për mos përmbarim merret me shumicën e votave të gjyqtarëve dhe publikohet në gazetën zyrtare. Gjykata në këtë rast e njofton prokurorin e shtetit për gjitha vendimet e gjykatës që nuk janë zbatuar. A jena të fol për gjykatën kushtetuese? Patjetër, për vendimet e gjykatës kushtetuese.
nuk e di, se edhe mekanizmi gjykatës kushtetuese duhet me u vun lëvizje dika, apo dikush. Sepse Eugen Zakolli më ka thënë që me ta jep kontekstin e qartë, thotë më tha djes që nuk është zbatu për shembull vendimi për manastirin dhe ka kërku prokuroria veprim. Por nuk është ndërmarrë asgjë, sepse aty nuk ka pas përgjegjësi individuale, ka pas kolektive. Tash, a mund të ketë në fakt pyetja për ty është përgjegjësi individuale sepse është Avni Dëhari, i cili në një farforme, apo një parti politike e cila s'po lejon mbajtjen e seancës. E para, veç një sekond, e para, politikisht kurti nuk nalet me gjykatë. Do të thonë, gjykata është mënyrë, që me thonë, strategji, ka qenë prej fillimit, ose me bleko, se për ndryshe, se bashkë sot me ndojshë ato kohë, pëse këta njerëz nuk e trajtojnë shkeljen e ligjeve të Kosovës si diçka të jashtëzakonshme, diçka të madhe. Do me thonë, se këta e shkelin ligjin pas një problem. Dhe nuk është, edhe madje edhe korniza ligjore që e kemi kriju, edhe këtë sen ndojshë me full me zonën Qitaku, por nuk patë shumë kohë. Në vendin tonë, njerë që e shkelin ligjin, bojnë vepër penale, mas 3 vjetëve mujnë u bët deputet. Këtë korniz ligjore nuk e ka kriju vetëvendosja. Vetëvendosja po e shfrytëzën. Veç na kemi kriju parime që mujnë me na prunë këtë situatë. Kuptani, do me thonë, në vendet tjera, nëse e ki shkel ligjin, je dënu, andër nuk më nëshme pa me u bë deputet në kuvend. Dhe është e pa imaginushme, nuk po flasë në demokracitë konsolidume, nuk po flasë në këto kushte kur nevoja e jonë si shoqënia, apo e partive politike, ka qenë me akomodu disa njerës që ndënu... Ka raste kur të zëmë gjykata o e merë të drejten që mos tje në vendin e punës për një kohë caktuar, por gjykata kushtetuese nuk parashe. Veç pak, veç me spjegu. Nëse një person e bën një vepër penale, e shkel ligjin, edhe dënohet për vepër penale, ti atë person e kështë zgjedhë kryeministrën në një vend normale? Natyrisht që jo. Kuptani, veç me shpjegu një tro. Për shembull, kur zgjedhë Kurti kryeministrën në vitin 2021, nuk ka qenë deputet. Kuptani, na për herë të parë, po që qështu kanë mendu, s'ka lidhje. Po pse? Na kemi vendos, na kemi vendos, kryeministri mandatar, mëre, zgjatë populli kryeministrin, ka të reguë Isa Mustafa këtë punë moti, edhe jemi dakord moti. Veç pak. A nëse ki fjallën për veprën, e në tjetër? Jo për veprën, po du me thonë, edhe pse nuk është ndalume me ligj, ti në kuvend i vendos njerëz të matë mirë që i ki. Apo, do me thonë, që nuk kanë shkelje, që nuk kanë bagazh të keq mas vetës, kuftani? Ajo të në tjetër. Deputetat që kanë 10 vota. Veç pak, veç një sekund. Unë nuk po flasë, sidomos, asë njëherë, nuk di që ka një vend tjetër, që është zgjedhë kryeministër dikush që nuk ka marrë pjesë në proces zgjedhor. A i s'ka marrë pjesë në zgjedhje. O është i emruar. Ka marrë pjesë, ka marrë pjesë. Por veprën e ti të Kurtit, që koni dënu me ligjia në falë. Po presedant. Dakord jemi, jo nuk e presedant. Ti republikë parlamentare. Populli e zgjedh veç parlamenti. Jo, veç pak. Kryeministër, e ministër, të bëhen njerëz që në konkur garë zgjedhore. Ka është mandatar ajo. Asnjëherë gje një person që u bë kryeministër diku e që s'ka marrë pjesë në zgjedhje. Zotrote, ajo që po ti, moralisht, po që po thuash, ligjerisht, ki drejt mu bo kryeministër pa marrë pjesë kur në zgjedhje. Ministër, jo kryeministër. Edhe kryeministër, po. Ku shkruan, ku ndalon ligje? Nuk e ndalon dhe unë. Atë shajmi ka forë. Një sekund. Po moralizojma? Jo, po morali nuk është gjë e keqe, do nuk është keqe, po nuk hinë punë këtu iq. Veç pak. Apo i bjen... Këtë argumenti vetë vendosës. Në ka Abdullah Hotit je bo kryeministër me 20.000 vota. Por ma asë njo, bona kryeministër. Jo. Si njo, si 20.000 janë. Kryeministrin e mandaton kuvendi Kosovës. Nuk e zgjedhim direkt na. Që i bjen, a i ka marrë gjatë një vota aty. Regullash. Sepse du bëj më mirë që si kur t'ishtë deputet, s'po e kuptaj. Shka fuqis, apo qëfar? Jo, vish pak. Në kuvend, na e kemi vullnetin e popullit, apo? A e kemi vullnetin e popullit. Vullneti i popullit nuk ka qenë ky person me qenë kryeministër se nuk ka marrë pjesë asë zgjedhje. Po jo, nuk ka marrë se kjo demokraci përfaqësuese, nuk është e drejt për drejt. Përfaqësuesi yt, a abuzon ajo me voton tënde e ndeshkon mas 4 vjete. Ka lloj koncepte pa. Po e zëm që ke të drejtë. Për dallim. Në gjatë. Po japim klasifikim të tilla. Jo, heta, po e zëm që ke të drejtë në këtë që po thua, por një pas zgjedhje më vonë kur ti merr pjesë. Jo, e tash. Do të bëhej kryeministër më vonë. Çfarë dallimi tash? Ç'e dallimi?
mas asaj periude, sepse në atë mënyrë është zgjedh kërkush s'ka thonë kur gjë keq. Krejt në bo, krejt në regull. Po në regull me ligjin heta. Qashtu dhe? Njeri me vepër penale e ki bo kryeministër. Ajo të në tjetër. Krejt në regull. Jo, son regull kjo. Në regull është. Ka pas vepër penale, se kanë lënë me garuë. Edhe e ki bo kryeministër. Të po e thot heta. Edhe e ki bo kryeministër. Ju për deputet i ke ep një pozitë më Po, kjo. ato, dashët ko, me qua dikush me pyet gjukata. Aha, po dhe. Se se ka që kërkush. Deputet me qenë kryeministër, jo deputet. Qashtu, kur je i dënu. Deputeti është ma i nalë kryeministër. Azdren tash. E përfaqësu si popull. Qashtu. Na kuvend jo ma i nalë. Jo qeveria. Ra në presërinë e Dakar. Si sekund tash. Edhe, kemi hyrë në një 5 vjeqar, në një periudhë më të gjatë, qaj person me që ato karakteristike të veprimtarisë politike publike, u bo kryeministër. E tash, a ka bazë për vepër penale? Në aktuali që edhe që ka bo një prej sendeve të para që ka bo kër u bo kryeministër, e ka ndru kryesuesen e KQZ-s. E kujtot, Valdete Daka. E ka ndru Vjosa Osmani. Ka dal, jo. Vjosa Osmani Albin Kurti është një projekt. A mundi mu konë me saksi me folë, Një projekt. Një projekt. Ato e bon presidentja. Po mirë të A i mirë, pak me dasht pa ditë për këtë punë, se zyrtarisht a fiton London. A petin këtë punë. Për storjen si të tillë për Aja këtë konë heta, një mirë. grupacion politik. Po ky po specifikon emna. Me dash kurti pa ditë e fiton gjygjin. Ani të pa ditë mirët me hitan ato. Se ato e shkarkon Po të po e kupton besoj, po. presidenti. Mirë që po. Që e ka bo Vjosa Osmani. E në konë bashkë na e dim, tonë që po. Mirë dhe por hakmarja ku ka qenë këtë po e Jo, thot. nuk është çështja Po, hakmarrje. more, nuk ka dilema, po. S'ka qenë çështja hakmarrje. Shumë është detaj që përna e sjellë, ako na up kohën. E gati shkoj sa hati. Mirë, ti ki koti. E shtyp emisionin a Zdran. Jo, për mu nalë tash, unë se kom Unë çka po du me thonë, na jemi në rrethana që alas për njohë e mirë. Kur merret KQZ-ja, do të thonë, edhe vendoset kontroll mbi KQZ, mënyrën që është zgjedhet, kur zgjedhjet se vullneti po thotë po merr vullnet qytetar. Qysh ashtu e marr që atë vullnet për mua është shumë e rëndësishme. Janë zgjedhjet e lira, fer dhe demokratike. Çështja e prokurorin, kur nuk i përgjigjet prokurorë, kur është mbi ligjin, kur e ka në kontroll të plot aparatin e dhunës, policia, se shteti është aparat i dhunës, policia mbron një deputet, jo një deputet tjetër, kur mediat sillen qysh sillen, se dhe mediat shpesher nuk kanë mundësi me deshifru çka është ndodh, ti je në rrethana sot, kur për shembull ka kaluar fati për me pas kuvend, për mu je në gjendje të jashtëzakonshme që ti s'mundesh me lexua është. Jemi dakord, po, tash jemi në temë. S'mundesh me lexu. Faktona. Domethënë, jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Prandaj kërkesa jeme e vazhdueshme edhe shumë qytetarëve ka qenë që jo komunikim, jo negociata me këto, protesta. Sot ka nisë për mu një epokë e re. Pa e lexu gjendjen as dren, pa thonë, po çka janë ato bu protesta? Demonstrove që ky person është mbi ligjin. Rrjedhimisht këta kanë kuptuar vonë. Kjo gabimi i opozitos. E kanë kuptuar vonë, sot e kanë marrë vesh, e kanë nisë një stili këtë ri të opozitarizmit, që o protesta edhe ndërprerja e komunikimit. Paktën këta po thënë. Na këty në pjur referona. Po, vedi, a më ma shumë... nesër, unë se di. Qa po nëse në kuvend, ke ma shumë, mu më dëk një farë frustrimi që këta e kishin me vonesim e tyne që me bë diçka. Se nuk ka sens, jo, për nuk ka sens me shku, me komuniku me një kolegë që ke pas që 4-5 vjetë që të, e me kërku që si pytje, Se situata ta imponon. Situata ta imponon vullnet. Se zvjetë konë kolegë, Arbrina Gavci edhe Bler Deliju, po kjo konë mandat, 2 e konë mandat, e në regullë konë. O konë raport me ligjin regullë. Ky për la suprimon të kështetutën, a për kupton, veç fjalla e kurtit, ty si qytetarë. Ja bre, ngam. Fjalla e kurtit, ku thot nuk e thirri seancën për konstituim, pa u marrë vesh, to e shkel një akt vendim, kjo ishtë dash ty me territu e vullnet. Po normalisht të në kom të Pas ka përgjithsi individuali? Rasin konkret. Po, veç financimimet të 2021. Azdren. Por këto po, nga shavlen ajo e Eugenca Kollit, që ka më në hapët pa di penale për tonë. Nga shavlen, jam jurist, po mirë me thirë një jurist. Në studje e kanë, kur elementin e parë me i holin që kena thonë është që kjo ka një vepër për kësh përdrim të detyre zyrtare. Kush kjo? Mos kandidimi i, mos ushtrimi i detyres që ti e ki. Jo, ma të rrugë, zëtë një. Nëse ti je... Nëse pengatëron, a bënë të shpjegoj, val, pengatëron... Nëse të të ti kërësu si sanë, për me prezentu një emë, ti e obligu me ba. Të kurtis me bon. Edhe ti thure, fuzoj se mu përvim ko shtes. Jo, edhe ma di ka një tjetër deklarat që thuhet nuk e trasim pa për marveshja. O ko shtes nuk eksiston atë si vjetë, kërkone nëse kom e keni kërku jo opozita. Pra, përgjësi individuali këtu, së është kolektive. Daj mu marrësh, unet, jepi. Unë e për thëmë,
që është munges, në që ka dënosh, kur ti jene pozitë qytetare, edhe kur nuk e ushtron pozitën tane për në qytetin në fund. Mos veprime. Edhe mos veprime A është. ka po gabim Kurti? Normalisht që ka po... Atëherë, Bikrejt... se këna gabim sot opozita në kuvend. Nuk tha që Po prej jo, është... Azren, po fletë për situatë aktuale, tash. Unë si qytetar nuk po kuptoj çka po dojnë me ba ata me atë. Pra, si pas te kjo çështje duhet shkoj në prokurorisë speciale. Jo, pat një kërkes, thire seancën, ata kënë regull, thire seancën. Po ndaj kujna është presion. Presion publik, qëfar e bonë sot deputet, pambarimisht, thire seancën, po e thrasin pushtetin seancë, sepse ka kalua... Kush kam bet me thirë për seancën? Qysh? Kush kam bet me thirë? Kam bet me thirë Avni Dehari, këtë rast vetë vendosja, po. Albin Kurti... Ku janë adreset aty në dëve? Qysh? Adreset aty në dy personave, ku janë? Ati po lypi shkën shpia ty ne. Ju shpet, Edhe ajo shëmusme. Po ajo i qdash, po vajtona. Mas pari me përsa këtu. Jo, një parti... Po më thu që aksioni se koni plot. Buna me në dakord. Ku e ka zyrën Albin Kurti, më thani? A ka zyrën në kuvend, a ka zyrën në... Ka edhe në kuvend, sepse... Pra ndaj, jemi dakord që aksioni nuk ka i plot. Po a është i duhur, Nuk po. ka pse të dërgohet një kërkesë e tillë, se Kurti aktualisht statusin e ka vetë si deputet, kështu që është i barabartë edhe me të tjerë opozitar. E vetëm një adresë ku kërkohet për me thirrë seancën është Avni Dehari, për shkak që është i vetmi që ka këtë kompetencë në dorë, i cili tha që nuk ka sanksione, kështu që nuk e shet arsyeshme përderisa s'ka sanksione me zbatu një rregull, e i pyetur nëse mund të shkojnë muaj pa thirrë seancë, thotë që do mund të shkojnë muaj pa thirrë vazhdimin e seancës, përderisa... Po, Qëndresa Ndjes, të lutem. Jam me burim Ramadani nga AK, përshëndetje zë Ramadani, Ndjes që për ju marrë në telefon, jemi live në Klan Kosova, jam Jehona Gashi. Jehon, përshëndetje. Përshëndetje, në fakt, ju para 2 orësh kërkua që të identifikohet personin që ka dhënë një deklaratë sot në sallën e kuvendit dhe është arrestuar tashma, pra kjo punë është kryer, por me gjithatë ndërtira pashtë dhe një reagim tuaj duke thënë se atë që nuk e bëri Haga dhe Serbia po tentojnë ta bëjnë në kuvend. Cili ka qenë konteksti kësaj? Spori, pa asnjë dilemë do të dënohet edhe me leç të ndëshkohet personin fjallë dhe personan fjallë që bëjnë thirrje për vrasje të ish-komandantëve të lavdishëm të ÇK-s edhe zyrtarëve shtetëror. Pra kjo pa asnjë dilemë është një prej vepra matrona dhe ma terrorizuese që ndodhet në Kosovë. Dhe dyti, ajo që duhet ta kemi tepër qartë, Albulena Haxhiu dhe Avni Dehari, të dy së bashku, duhet dhe do t'japin përgjegjësi për këtë, sepse personin fjalë nuk është mërgjimtar. Nuk është mërgjimtar, e keni konfirmuar këtë? Nuk është mërgjimtar, është e konfirmuar, nuk është mërgjimtar. Kush e lejoj atë person të futet në brenda? Si e lejuar atë person të futet në brenda nëse dita ka qenë për ditë e për mërgjimtar? Nëse kuvendi ka qenë i hapur për mërgjimtarët, kush e ftoi? Sepse unë nuk po besoj që personin fjalë, ky person që ka bërë thirrje për vrasje, ka ardhur aty vetë ju. E që është ma e keqja, unë besoj që shumë detale do dalin, se personin fjallë është familjari i afërt i një deputetit dhe vendosit. A e dini, e keni këtë emër? Po, por gjitha detale do të japim në vazhdimësi. I cili nuk është i panjohur për vetëvendosjen, është i afërt me vetëvendosjen. Pra ju supozonin që gjithçka ka qenë e përgatitur kjo? Nuk e di nëse është e përgatitur, por e di që ky person është shumë i njohur për vetëvendosjen, ky person është familjar i afërt i një deputetit vetëvendosjes nga Lipjani. A ka qenë prezent ky deputeti sot në seancë? Po. Okej. Gjatë ditës po. Nga Lipjani. Me Adnan Rustemi. Adnan Rustemi, megjithatë mund ta ngushtojmë me Ramadanin e flasim pas pak, çfarë aksioni do të ketë nisur AK-ja? Mund ta bëj edhe këtë pyetje? S'ka shumë deputet nga Lipjani. Unë po e them për gjitha këto njerëz do t'japin përgjegjësi, po e them para ligjit e para qytetarëve të Kosovës, sepse kjo i tashmë jo vetëm që është po them u tepru, nuk është vetëm teprim, por kjo është terrorizëm i shtetit Kosovës o i popullit Kosovës. Ku do t'jetë AK-ja nesër, zot Ramadani? Si do t'jetë apo çfarë do të? Ku do t'jeni nesër? Do t'jeni në kuvend prap? Ne do t'jemi aty ku është e nevojshme, në kuvend, çdo pjesë që e besojmë të nevojshme. Faleminderit shumë, fillimisht për përgjigjen tuaj, ju kemi marrë pas një paralajmërim dhe faleminderit shumë gjithashtu edhe për informacionet ekskluzive që ndatëm ne.
Faleminderit shumë Jona. Ju presim në studio natyrisht në këto ditë të nxehta politike e vere. Ishim bashkë pra me zotin Amadani, është konfirmuar sipas tyre, personi në fjalë nuk ka qenë mërgjimtar, sepse kjo ishte mbas edhe pika që ngriti qendresa, e cila tha se nuk janë identifikuar, s'ka pas një mas. Janë identifikuar në fakt, me sa kemi parë se nuk është që ka qenë pika ku kemi pasur një fokusin, po me sa kemi parë në fillim, kanë marrë një dokumentacion të tyre, por shumica për të mos thënë të gjithë mërgjimtarët kanë letër njoftime të Republikës së Kosovës, njësoj si edhe të gjithë ne që nuk jetojmë në diasporë. Si kanë lyp pasaport, shembull Gjermanisë, Italisë. Nuk mund të di në Pra si janë verifikuar po i bie, a janë mërgjimtar. Kush janë deputetët nga kjo zonë, pra siç thatë zotë Amadani? Adnan Rustimi? Deputeti domethënë është vetë Glau Konjusa vjen nga Lipjani, është s'ka qenë sot aty, dhe s'është deputet. Nuk ka qenë sot, ka qenë Adnan Rustimi, nuk e di qartë është edhe Ilir Qeriqi, nuk e di nëse është futur tash në pjesë të fundit të deputetëve, por që i vetmi nga Lipjani që kanë parë Rustimi sot në seancë, ato. Po, konfrontuar me Mërgjim Shakun. Ka qenë aty prezent? Nëse ka qenë aty prezent dhe është nga Lipjani, atëherë është Adnan Rustimi, mbase duhet ta kontaktojmë për ta konfirmuar, meqense po ja përmendim emrin. Patjetër. Të mos i hyjmë në hak, por që Lipjani nuk është që ka numër shumë të madh të deputetëve për mos me u gjetë ku është. Për me ta sqaruar, në vitin e kaluar kam përcjell 3 ditë këtë farë eventin e tyne me diasporë, nuk ka kontroll, të hynë atë mrena, po du me po kuvendin për ditën e hapur edhe vazhdan tutje, nuk ka që të kërkohet një pasaport e huja. E huja jo, dokument... Po, dokument shtu po, normal. Identifikim po. Problemi tjetër, s'ka protokoll. Po du me thonë njerës të veshun gjësë qysh, guftan, du me thonë, kuvend Kosovës, me mujtë me hyti qashtu. Po dhe kjo ka ranë sënjës. Kjo është degradimi institucionit, se ti po e viziton kuvendin, po djenë regula që është viziton. Joni i shkon me robat gjumit. Po me, adin, qashtu që shënë kohën, adin, hajde po shkojmë kuvend, po, kuptani, po dhe kjo është për mu është e qëllimshme, nuk është rasishme. Kuptani, se me bo kuvendin, si çdo dhomë, apo, kjo është projekt politik. Ai do kuvendi o bo, kur ka një aty shumë deputet pa lidhje. Jo. Tash o veç vazhdimi cirkus. Jo, tash është, më falë, që që tha... Aty një analfabet. Që që tha Vlora, tha, s'kena mujtë me imaginu. Dikush tjetër po mund me imaginu. Se krejt ideja, me këthyti kuvendin, në qësi sheshi, ku që ashtu bisedohet... Mbra me komposit... është pa qëllimshme. Pa ta që diskutim, edhe pak më vërësojnë për shkak që në kërkova që për duke edhe opozita me pas parashiku edhe mundësin që kur t'i delin nuk propozen emën. Mu nuk më ka doke diçka dhe ende nuk më doke diçka që opozita nuk është dashme me menu nëse thët që nje mirë kurtin. Ashtu adhe e kanë mendu. Qyre, po pajtojnë ato, në asha? Amo nëse e kanë mendu, është dashme të qenë një kundër përgjigje. Na nuk poshohim një kundër përgjigje, na poshohim një përfasi. Problemi që opozita vërë ad hoc. Jo me strategji. Poshohim një PDK që e mon në sirtar një letë dërgumë për të shkuse. Jo, s'pe malë sirtar, viq pak. Për herë të parë, më falni. Ndjes, heta, sepse natyrisht po e dëgjoni ziljen e telefonit, jam duke provuar në të momente ta marrë në telefon deputetin Adnan Rustemi, natyrisht për ta konfirmuar nëse ka një lidhje familjare me personin që është arrestuar sot, pra për këto thirrje ndaj Ramush Haradinajt, nëse e njeh, nëse kanë lidhje familjare, sepse kështu të paktën u aludua këtu, por Rustemi nuk lajmërohet në telefon dhe natyrisht ky është obligimi ynë. Besoj edhe qendresa nëse e takon në hollet e kuvendit mund ta bësh këtë pyetje sepse është akuzë e rëndë dhe është mirë që ta sqarojmë. Është mirë edhe vetë Alianca me tregu emrin e deputetit që kush është që mos me pas. Ne kemi bërë natyrisht një analizë në atë se si përputhen gjërat, kush prej kësaj zone ka qenë sot në kuvende, kush jo. Në këtë aspekt, por që kishte qenë mirë vetë Alianca me qitë edhe krejt ato pretendime që thotë edhe që nuk është mërgjimtare dhe verifikim qyshe ka bo dhe krejt lidhjen potenciale. Gjithashtu me vendosë theksin tek lidhja familjare e ati personit me deputetin, më më duket që e hu pak rëndësin e asona që tha heta ma heret, qysh një person lejohet me pankart, dhe me a ty ka qenë, dhe me thënë ka shku i përgatit, a e pata dhe një? Ka qenë flet A4 që edhe nuk detektohet. E shtirë bre, ata kanë shtirë gazit së marrë vesh e letra. Njëjtë që shka i ajo që Kurti në burg ka i edhe kjo. Sakt, duhet të gjykojmë njësaj, që të dyja... Edhe përmbajtja e letrës... U e prej sigurimit ajo. Jo be, po parolat politike... Jo, kanë hyrë edhe gazet cjellës në kuvend, kështu që sa për një letër... A me kupton? Jo, që dhe ideja që nuk ka kontrol, nuk ka protokoll, nuk është një lartësi. Adi se kuvendi është
një farë lartësie këtë institucioneve, po është për toke. Dhe qaj diskutim që ato i qëtyne qytetarëve me që ata deputet që kërkojshin llogarinë njëri tjetrit, që ato është problemi qësaj që akon paur në sot. Sikur t'i shkon as drejt që ku diskutimi për Kujt t'i shkon për shtati kjo? Gjoni, Dhe jo, vetëvendosjes. Gjoni, veç merr na vesh. Diskutimi as drejt sot, diçka beke me shtaku as drejt sot e vetë ke. Pse ti se ke njoft himnin as diçka pyet ke diçka për një nuk ka lidhje, ajo veç vetë vendosjes si një me zhvilluar ajo dhe një herë një ndaj. Këto nuk e di. Jo, po ideja është Folja unë s'ku po ligj gati. Po një impresion. Qyre, për mu nuk ka shumë rëndësi cilësia e protestës. Unë ku e kam problemin me opozitën është që e ha dhe vullneti, që besa dhe jeta nuk kanë plan. Këta po veprejnë ad hoc. Edhe seanca e sotme, ballafaqimi i tyne me mërgjimtar, një farforme, për që se kanë bo mirë, kur të ka shfrytzuar të ku i nxit ata. Ata hinë aty me prish atë fare aksionin e PDK-s. Mos ballafaqimi i PDK-s me mërgjimtar në kuvend, mbase kishte qenë me efekt politik pak më të mirë. Po kur ti këtu një javë para. Prandaj unë e pajtora me këto, me këtë kritikën e përgjithshme që përballë një lideri Horokurti, autoritar që gjithçka planifikon, edhe gjithçka planifikimi i tij është i bazuar në detaje, ne nuk duhet të provojmë ad hoc. Sot më ngjes po çona hajde bëjmë protesta. Jo, duhet plan, strategji më mri. Uroj me pas tash si plan këta, nëse e ka nisë që sipërmarrje PDK-ake, për mua është mirë, po kisha pas qef rrugës me modifikue, me qenë ma konkret, edhe me qenë ma precis. Nëse i kthyenim deklarimet, edhe ato ose që janë bë bisedat, kjo është pjesa të nëmën kritika jeme për performancën e tyne, sot praktikisht kuvendi ka do kësi mu kom parku i Gërmijës, si kush në aktivitet vetë. Për një maj. Për një maj dhe ato. Si kush në aktivitet vetë. Do, linja, do të më valzue, po prapë, ma mirë kjo se hiq. Prapë se prapë, një ide që diçka jashtëzakonshme po ndodh është me rëndësi. Edhe aty ke jashtëzakonshme atmosfera, se më kujtu Liburnaliu, se ke mirë kuvendi kur po ka në sense, kur s'po ka mërzitshëm. Që sot i ka Albin Kurti, nëse protesta nuk e skalon, se edhe na pe projektojmë idenë që ky ka krejt hapat e parapam, nuk i ka, për që në fakt që opozita nuk e qënë gjykatë kushtetuese, po thëtë mujna me qu, opozita pe kërcënën që Jo, se këtë drejt e ka dhe vetë vendosja, sa që e vetë. Çështja është që për para kjo është mësu, në gjdo shkelje mi shku në gjykatë kushtetuese, ta shë kanë pa që kjo është imun në gjykatë kushtetuese, dhe kjo është përmi ligje shtete gjithçka, edhe strategjia për ndrën, edhe na peshojmë që kjo është ndrimi strategjisë, se ti mi pa që ta deputet që ceremoni politikën e kanë pas deri tash, Vjosa, Vlora Qitaku është politikanet ceremoniale gati, prej shpallës pavarësisë, diplomatësi, çdo herë ka marrë nivel, ajo sot i duhet prapë me u kthy në aktivizëm, për me mujt me u përballë me gjendje ku jemi na sot. Në fakt, që gjykata kushtetuese ka rreth një muaj që kemi dërgu pyetje në këtë gjykat për një lëndë që kishte tërhequr Vjosa Osmani që ka të bëj pikërisht me çështjen që ka ndodhur nëse nuk konstituohet kuvendi brenda 30 ditësh. Sipas vlerësimit të KDI-s, ekziston mundësia që pavarësisht tërheqjes që kishte bërë atëherë presidentja. Pas ka shkuar si e tillë pyetja? Ka shkuar dhe është tërhequr nga Azmi Osmani për shkak të gjyqtarit Llaban që kishte marrë lëndën. Por sipas KDI-s, ligjërisht e ka të mundur gjykata kushtetuese që të jap vendim pavarësisht tërheqjes, nuk është domosdoshme që ta heqë nga lëndët që po i shqyrton. Mund ta kenë trajtuar ata tashmë. Mund ta kenë trajtuar dhe nuk ka ndonjë njoftim publik as ndonjë vendim qoftë për refuzim, qoftë për çfarë do lloj vendimi në lidhje me këtë çështje. Andaj ekziston mundësia, pavarësisht që janë kaluar të gjitha afatet kohore dhe gjithçka tjetër, të dalin me një vendim tash dhe ai mbase mund ta zgjedhte një vendim, megjithëse në KDI janë goxha të sigurt që ai çka pritet është një refuzim i asaj lënde për shkak të mënyrës që është dërgu si pasojë asaj që nuk ka pasur një diçka që ka ndodhur, pra ka qenë forme pyetjes, një si shumë lëndë të tjera të zonës Osmani. Ka qenë pyetje dhe jo si në rastin tash që mund të dërgojë që ka kaluar 30 ditë dhe nuk është konstituuar e çka tash. Atëherë ka qenë si pyetje çka nëse s'konstituohet. Po gjithsesi një gjë e tillë
vlerësohet prej tyre që është e mundur të ndodhë dhe nëse del si vendim natyrisht që i kishtë dhe një Ta zbërthente gjithë gjë. Natyrisht, me qënë se s'po dërgën kërkush me qitë vetë gjykata. Ta afati është 8 ditor për ta dërguar dikush. Për ta dërguar për çështjen e afatit që ka kaluar, por nuk di nëse cilësohet tash ka shkelje pas shkeljeve, është edhe shkelja e 48 orëshit tutje që nuk poftohet dhe ka vlerësime që është vetë Gruda, deputeti i Partisë Demokratike, që vazhdimisht është marrë personalisht me lëndët e PDK-s që janë dërguar në gjykatë kushtetuese, që po zgjedh me gjasë se jetë pak enigmatik në këtë pjesë se çka po planifikon të bëj në këtë drejtim, apo pret të ketë edhe një akt tutje për të vepruar në drejtimin e gjykatës kushtetuese ose diçka tjetër çfarë po planifikohet. Sepse ai thotë në vazhdimsi që ka kaluar gjitha afatet, është gjithçka jashtë rregullave kushtetuese, por që duhet të konstituohet, edhe jashtë rregullave kushtetuese duhet të konstituohet. Kjo do të përbënte një akt të ri, një formë të re për të shkuar diçka në gjykatë kushtetuese. Dhe ai thotë potencialisht që nuk mund të shkohet as në zgjedhje pa u konsideruar kërvandi për të shpërndarë më pas. Kush i thret zgjedhjet? Përveç nëse nuk del një vendim i gjykatës kushtetuese që mos konstituimi brenda 30 ditësh në kupton automatikisht. Dhe qendresa ke quar këtë pyetje që sa kohë tha? Ka rreth një muaj. Dhe nuk e marr përgjigje. Pra sigurisht pas ke paramenduar një situatë të tillë se mund të ndodhë. Sepse në një situatë normale politike pse që njëri mbase një si gazetare natyrisht e bën punë fantastike, por natyrisht që në fakt e kam quar pyetjen në kohën kur nuk dihej nëse do të jenë votat e mjaftueshme të Kurtit për ta konstituar kuvendin dhe i ka humbur relevanca gjatë para kohës, duke menduar që do të shkojë gjithçka sipas rregullave dhe do të konstituohet, por që reaktualizohet gjithmonë problemi. Se ke paramenduar. Atëherë pas kemi një situatë, domethënë që i konvenon përsëri Kurtit, kur gjykata kushtetuese e çon vendin e zgjedhje. Kurti më nuk është një lider i cili 55 herë çet një emën e nuk i votohet. Kurti më nuk është lider i cili e çet Feridën e nuk i votohet. Se qashtu, unë për dallim për Azrenit, unë pa fuqinë e Kurtit e shote që kjo. Kur proceset që ai i shtyn ose i paraqet si emna, si zgjidhje për shtetin, nuk gjenë për kraje. Se qysh mbrohet për një vezë për mendimin tem, nuk rezulton tek njerëzit që ai është... Mira, dhe ajo është instinkt i njeriut. Pra, nëse e shohim Kurti ka vetëm edhe një element tashti për me hy në një ramit lirë, e që është me fillu me u pa për njerëzve si pjesë e establishmentit. Dhe me thënë, Kurti deri shtasht e ka majtë që ke element që ka luftu si të qenë kundër. Të gjithë kundër ti. Po, dhe të qenë kundër establishmentit, e që tashti ja ka njës me pa ato si pjesë. Dhe prej, se kom për replik. Tash të dia edhe unë për rezervoj qatë drejt me qenë gabim, po më shkruan një qytetar, po thotë ky i arrestuar është daja i Adnan Rustemit. Unë edhe i qova dhe mesazh Rustemit, jo mbajmë distancë në këtë, sepse natyrisht nuk kemi autoriteti për ta konstatuar këtë. Janë që pinje. Edhe hetë dikush të thirë për të çështje me shumë gjas. Unë, përpos që e mora në telefon zëtë Rustemin, i kam quar edhe mesazh me pyetjen, zëtë Rustemi, jam Johona Gashi nga Klan Kosova, a jeni afër dhe a njeni personin arrestuar, sepse nga këtë deklaruan se personin e fjalë nuk është nga diaspora dhe është i afërt me një deputet nga Lipjani, që ka qenë i pranishëm sot në seancë, pra në kuvend. Dhe në fakt, unë kuptua që mund të ishit jo, dhe natyrisht për koreksi do donim një deklarat nga ju, faleminderit paraprakisht. Sa do të marrë përgjigje nga Rustemi, mbetet shihet, por akë me shumë gjasit din emrin. Heta një koment për byllës se iku koha. Po, më falni. Se shumë sana me i fol. A ju kujtohet kur është zgjedh Trump, tash pa dash me bëu paralele, edhe njerëz aty janë se më thonë çka nëse ma nuk ka me pas zgjedhje. Dhe në më thonë kërcënimi për sistemin. Se nuk ka puna që kjo është pjesë e sistemit, kjo diçka tjetër vullnet. Se me qenë pjesë e sistemit e diçka tjetër. Tash brenga jam është që na s'kemi pas zgjedhje të rregullta, se çka është ndodh mas 25 shkurtit, 2025, për mua nuk janë zgjedhje të rregullta. Non shkurtit. Non shkurtit, fal. Nuk janë zgjedhje të rregullta. Kupton se sistemi është të funksionon ndryshe. Ambasadat, sa vinë, a vinë 200.000. Ambasador ti, ki u shuzë tyre. 200-300.000, sa vinë, qysh vinë. Ambasadat e Kosovës të krijume për me përkra përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit, sot po përkrajnë projekte të aktivistëve të vendosjes në Kosovë. Kupton, një projekt ambasada në Berlin po jep buxhet publik për me ardhë
dikush në Kosovë. Votat e diasporës përsëri nuk e Jo, edhe një gjë për diasporën, nëse më lejohet veç. Jo, e ndryshojnë, sepse kur ti ka marrë sa deputet, 4-5 deputet me votat e diasporës, 4 deputet. 5 të matshëm, 5 deputet. Me vot prej, me post, po sa vinë fizikisht, sa s'vinë. Po, dasim me post. Nuk dihet, veç një gjë me thonë. Du të mi anis mi qujt njerës që janë aktivist, votus, antartë vetëvendosjes jashtë vendit, qështu, jo me qujt diasporë. Këta janë aktivist, votus, për krasë vetëvendosjes. Shumë gjatë hetë. Aban, jo, veç një sekundë, se diaspora, Shkemi të folë, se kuptoj. jo, jemi të stigmatizu një korpus, adin, të qytetarisë tonë, tu janë gjitë e amnin diaspora. Këta janë votus të vetëvendosjes. Si ky për shkak që është votusi vetëvendosjes. Kuptan, edhe këta janë lloj i posaçëm. Jo, mu po mdoket, apo të kuptoj drejt, i përqet pikpyetje rezultatin e zgjedhjeve, apo? Po. Edhe thush që kjo vot ashti që është, nuk është reale. Jo, nuk është pasqyrë reale. Në fakt jemi edhe 1 minutë larg për ta mbyllur fare. Të marrë të drejtën, e pata një komunikim me Eugenca Kullën e KDI-s me qënë se i përmenda më herë dhe thotë se rasti për të cilin falën pra për çështjen e gjykatës kushtetuese është në shqyrtim. Dhe që fakti që nuk ka pas njoftim për këtë çështje ka qenë indikator që është vetë është duke u shqyrtuar kjo, por që edhe nëse mirët vendimi për një pasojë, cila do të qoftë ajo, ky thotë se është vështirë që të ketë një efekt retroaktiv, pra që të ndikojë tash, meqense është dërguar para 1 viti, që zor këtë aspekt që mund të na zgjidhë këtë problemin dhe këtë ngërçin që kemi tash, por që Cakolli konfirmon që lënda është ende duke u shqyrtuar dhe mbase mund ta japë një përgjigje që qoftë nëse ka efektin e drejt për drejt tash, mbase do të mirët si bazë nga deputetët. Bazun që s'ka kësu ty përgjigje që një mujde, dhe më thënë ajo edhe 2 pas zgjedhje del përgjigje. Jo, se kanë zirë dhe më herë. Edhe për çështjen e rastit të Rashicit kanë kërkuar përgjigje pas zgjedhjeve që s'ka që pas një ndikim për atëherë, po tash ka ndikim. Në këtë logjik mund të konsiderohet kuvendi tani për tani. Sepse nëse shkon një pyetje e tillë në kushtetuese, të njëjtit me shumë gjaze të refuzojnë për shkak që e kanë aktualisht një çështje të tillë duke trajtuar. Mund të cilësohet, po tash është rasti ndryshe për shkak që tash ka ndodhur shkelja e fatit. Aso kohë është dërguar para kësaj periudhe, derisa tash vetë se ka ndodhur. Ka një akt dhe ka qartësisht gjykata çfarë duhet të ndërmarrë për shkak që ka përfunduar afat, përveç nëse nuk vlerësohet ndryshe nga gjykata që shpesh herë ka shtuar ose ka modifikuar afate në varësi prej situatës. A ke Armen Zemaj në kuvend? Po, ka qenë në kuvend. Me thonë që dikush për LDK-s ka shku me pa. Ka qenë, po, ka qenë edhe nesër, sepse në ora 14 mblidhet grupi parlamentar LDK-s, hetat falenderit shumë, ato ti është nesër në Kosovë aty se duke mbase do të shkoj në jona politikën, yes. Nëse vazhdojmë me mbase do të jemi ose edhe javën tjetër. Qëndres, falenderit shumë, e di që ke pasi ditë shumë të gjatë sot, supozoj të ta kesh edhe nesër. Do ta nisim ditën herët me Partinë Demokratike. Bashkë me PTK-n do të jesh 7:30. Falenderit shumë edhe një herë që ishe sot këtu. Dhe me programin e mëngjesit natyrisht që të transmetohet në mëngjes. Vullnet, falenderit